Më lejoni t'ju mirëpres në klubin e librit për këtë muaj, që është Krim dhe Ndëshkim nga Dostojevski. Romani jo i lehtë, do thosha unë, për t'u lexuar. Ka njerëz që e kanë vuajtur këtë roman, ka njerëz që janë smur për kanë lexuar. Kanë lexuar bashkë me Raskolnikovin edhe janë shkruar vetëm kur ka mbaruar libri. Po shpresoj kjo që ka ndodhur ndonjëri prej jush, po që është e mundur. Kështu doja ta hapim pak si bisedë, domethënë atë temën e dim që të gjithë. Ky studenti që bën atë vrasjen edhe pastaj gjithë ajo mundimi kalvari i fajit, ai vuan nga faji, mendoj po, ndërgjegja edhe ndrimi aty ideve. Kush më tregon, si e keni shijuar, jo shijuar, vuajtur? Po e nisa, do kishin se është dhe libri më preferuar nga autorin më preferuar. Okay. Unë nuk e rilexova këtë radhë, kam lexuar diku tek para 7-8 vjetësh, diçka e tillë. Lexova pak në për të që të mos isha jashtë fare teme. Që kur kam lexuar, unë kam vuajtur realisht bashkë me Raskolnikovin dhe çuditërisht ka qenë pak a shumë në të njëjtat atmosfera, sepse atje ishte dimër, në një farë periudhë dhe unë isha edhe në periudhë dimër që lexoja dhe realisht ndjeja çdo gjë që ndodhte me Raskolnikovin dhe ndjej që më futi shumë nga emocionet e veta të Dostojevskit, por e kam shkruar jashtëzakonisht shumë. Ka qenë libri i parë që kam lexuar nga Dostojevski dhe ka qenë libri që më ka bërë të bie në dashuri me Dostojevskin, letërsinë ruse. Dhe sidomos mënyrën se si ai e trajton ngjarjet, se si hyn në brendësi të çdo personazhi, se si na bën të përfshihemi dhe të kuptojmë çfarë ndodh me të gjithë, qoftë ai një protagonist, qoftë ai një antagonist, qoftë ai një personazh dësor apo qoftë ai një personazh kryesor. E kam shkruar jashtëzakonisht shumë, mbetet libri më preferuar pavarësisht se ka kaluar shumë kohë. Unë jam shumë bias për pjesë fjala për këtë. Ka ndonjë që si ka pëlqyer apo që ka, ku di unë, do të jo pëlqyer kështu, po është i vështirë. Është shumë i vështirë. Unë e kisha recenzin. Kuptova që e kisha lexuar si histori dhe tani e lexova po themi si filozofi, pra për kuptuar atë të brendshme që është karakteristike. E kam lexuar kuptohet në moshë të përshtatshme për ta lexuar. Ishte koha kur ja merrja babit dhe fusja mes librit të madh. Ka pëlqyer shumë në ato histori, dhe më kishte mbetur në memorien time emocionale. Kishte mbetur në memorien time emocionale si një gjë tronditse. Kjo histori. E njëjta gjë më ka ndodhur edhe me një tjetër roman, e njëjta gjë që kishte mbetur si një gjë tronditse, dhe sa herë që e kujtoja edhe se më pëlqente si histori, po ishte tronditse dhe gati më mërziste. Pra kur e kam lexuar herën e parë, në fund më ka trishtuar ose më ka mërzitur, po them. Tani me rileximin, se gjatë këtyre viteve e kisha rilexuar për me pasazhe. Tani që e rilexova thuajse të plot, pastaj më erdhi fit. Tani më erdhi si një roman psikologjik. Pra nuk më erdhi më ajo historia e një dashurie apo një kalvarje apo një vuajtje edhe kështu me radhë. Më thënë sepse për shembull Sonja, vajza që u dëmrua të prostituonte në memorien time kishte mbetur si një gjë që gati më bënte të qaja. Kur e kujtoja. Kurse tani jo, e pash ndryshe dhe mendoj që ishte për mua tani erdhi shumë si një lloj tronditje psikologjike, po themi, apo për të parë të brendshme, sepse te ky roman kam përshtypjen që Dostojevski ka bërë, domethënë, stilin e tij të përshkrimit e ka ngritur mbi personazhet. Pra kam përshtypjen që është aty forca më e madhe te ky. Edhe te Karamazov, po këtu më vjen më e fortë, po themi, që stili i tij përshkrimit për të futur në gjendjen apo deri në skutën më të errët të psikologjisë së brendshme të personazhit, është një mrekullim më vete. Dhe për mua kjo tani ishte kjo më fort, ishte më shkundës. E kuptoj. Por këtë sepse ti ke qenë më e vogël, ke pas kuptim tjetër në atë kohë, më të kufizuar. Mendoj që me rritjen zakonisht të i shohim më racionalisht këto libër që lexojmë, nuk kemi më aq të përfshirë, se edhe kemi parë di më shumë dhe nuk është na trondisin atë nivel, domethënë një histori sikur je i ri dhe nuk ka shkuar mendja, domethënë te gjëra të tilla ose si ke parë kur të ndodhen. Kurse me kalimin e viteve unë jam më i përgatitur dhe ishem më tepër racionalisht. Por në shpërjet se unë kam lexuar kur kam qenë në gjimnaz praktikisht,
Dhe po, më ka kënditur e kam vuajtur me të, madje mendoj që është libri i parë që kam përjetuar, më saktë veta e parë që kam përjetuar atë që quhet empati negative, nëse s'gaboj. Kur ti dashurohesh dhe bën tifo për personazhin, se nuk ishte Është shpaje. Dhe mbaj që ndjesha në faj, ndërkohë që lexoja më pëlqente bëja tifo për të, vuaja me të. Me kalimin e viteve, më ndodh dhe kjo gjë që pastaj të mbuliten aq shumë personazhet e tij sa kur shef me kalimin e viteve personazhet të tjerë të ngjashëm, të kujtohet Razbekovi. Dhe kam kuptuar pastaj që është normale, por atëherë jam trembur. Çfarë ndodh mua? Si më pëlqen kjo? Ndoi diku tjetër kjo? Pra ajo fillon se ajo është teknika e Dostojevskit në fakt, që ai të përfshin të bën që të bësh tifo për personazhin negativ dhe ndjesh dhe fajin. Më ka njerëz, realisht ka njerëz që kanë mbërjetuar ndjenja faji ndërsa e lexonin librin, se i duke sikur atje. Po fillon që me momentin kur ai arrin të hiki nga skena e krimit pa u parë, se ata bëja xhint atje që po. Ti ndërkohë e gjen vetë duke u lutur që ai të shpëtojë. Bën tifo, edhe me justifikuar madje veprimin e Sa ishte keqe. Sa i nuk qëndron vetëm te veprimi dhe moralizimi i veprimit, por këtu në atë çfarë ndodh, do të thënë për brenda një individi, se dhe ne shohim një lajm që ndodh, një vrasje ose diçka, gjykojmë vetëm fenomenin, pasnjëherë nuk dim se çfarë ka ndodhur me atë njerëz deri në atë moment. Dhe ndoshta po të hysh në këto detaje, mund të kuptosh më shumë dhe është nga një kënd tjetër. Prandaj ka qenë edukues për mendimin tim. Se dhe disa baza të filozofisë, siç është për shembull vuajtja është pjesë e jetës, na i kam mësuar që në kohë të hershme, ka shumë traumatik, po edhe konstruktiv. Po, për justifikim të autorit nuk është menduar për gjimnazist. Mendoj që gjimnazi është Kemi lexuar, këtu është pak probleme. Edhe unë i kam bërë, ne si punë para shkoj, kam lexuar Karamazovët në vitet 3. Gjimnazë dhe Klasë nuk ishte ka shumë votime. Tani ka një boom editoriale. Po edhe këto humbasi shumë gjëra që në atë moshë s'isha përjetuar fare. Unë ishte akoma kalama dhe ka gjëra aty që po gjithsesi. Ç'mendoni për çfarë është ky libër? Çfarë është ky libër? Anët e errta të shpirtit njerëzor. Okej. Mendoj që është një eksplorim i thellë i natyrës njerëzore. Dhe atij konfliktit përjetshëm midis racionalizimit dhe besimit. Mendoj që Dostojevski ka shprehur dhe një pjesë të vetvetes, se figura e çik bazë për Dostojevskin dhe thoshte dhe përmendin dhe këtë fakt që të kuptosh prindën dështim, do të kuptosh edhe historinë e Dostojevskit vetë, sepse edhe historia e jetës tij ka një përputhje me këtë libër dhe një farë pika. Është libri i parë që ai ka shkruar mbasi doli nga burgu i gjatë të Siberisë. Në Siberi. Dostojevski ka pasur një tragjedi dhe një traumë të madhe në jetën e tij, sepse ka humbur prindrit në moshë shumë të re. Ka mësuar në një akademi ushtarake të shumë të strikta dhe pastaj ka një pjesë të errët që është futur në një grup radikal intelektualësh të asaj kohe që ishin të influencuar nga racionalizimi europian dhe ide socialiste dhe ishte grup goxha si është fanatik radikal që e kapën dhe kanë futur në burg dhe e kanë dënuar me vdekje, pastaj shpëton fakt. Dhe shkon në Gulag pas në Siberi. Dhe kanë mësuar në Siberi. Dhe aty ka ndodhur ajo gjoja e brendshme e Dostojevskit, ajo rrugtimi i brendshëm i tij dhe botëkuptimit të tij si person, se si e shikon dhe botën. Edhe aty është rikthyer, edhe domethënë nga kjo influenca e tij të themi e këtyre ideve racionaliste të asaj kohe, i është rikthyer besimi në historinë. Aty pastaj aty janë lufta. Aty hyn Sonja në roman. Aty Sonja, po.
Sepse Sonja mendoj që e ky libër është ajo, si ku është të gjithë personazhet janë si ku është kompliment ose kontradikt e personazhit kryesor. Sonja është kompliment ashtu siç dhe mund të jetë kontradikt ose Radihini është po ashtu shoku i tij. Shoku i tij i ngushtë Është po ashtu që e duron shumë. e duron shumë që përpiqet për miqënien e tij që shpreh një lloj, është me këmbë në tokë, një lloj arsyetimi. E mendoj që, domethënë, Dostojevski ka një analizë psikologjike që mendoj që përmendën të gjithë këtu që të fut ti shikon me veten tënde. Dashu për dalë të shikon me veten tënde. Domethënë unë ndjeva për shkak një impakt i parë që pash veten time është kur Rakolnikovski mori letën e Tjomës, që po e lexonte. Domethënë që aty ai ndjeu atë varën e fajt, mendoj unë. Që aty pati atë sikur dikush që ra me grusht në gjokë. Aty e ndjeva që ose atë tenderness, ose nuk e di si ta them shqip tenderness, Butësinë. po, që ndjeu, domethënë tek fjala e rënë ose ti e kupton. Domethënë to gjitha janë ndjenja njerëzore që secili nga ne preket, mendoj. Të gjitha qëndrojnë. Po. Të gjitha qëndrojnë, se është libër që madje unë kam lexuar që supozoj të ishin 2 libra. Ka pas 2 romane që ai i bëri një, domethënë. Ishte një roman që kishte si temë në brëma. Kishte si temë degenerimin nga alkooli të patriarkut të familjes, që është babai i Sonjës. E do të bëni një roman rreth një burri që nga alkooli degeneron edhe çfarë pasojë sjell te familja. Dhe ishte edhe libri tjetër me një student që që bëri ai. Dhe pastaj ai mendoi që ti bënte të gjithë bashkë këta, edhe i thuri historitë në një të vetme. Po ka, po. Dhe në fakt, në këtë libër, kështu thuhet që ai ka përfshirë të 2 prostitucione dhe alkoolizmi ishte në atë kohë, në atë epokë, domethënë ishin problemet më të rënda, edhe faktoria specifike. Ajo që shtyp pastaj njerëzit. Po ta shikosh për shembull, edhe pjesa, se ka edhe një pjesë ideologjike, ka edhe një pjesë shkriftore. Po mendoj që, domethënë, fillimisht personazhi i Raskolnikovit ka këtë ideologjinë e të qenit superior. Kish gati ateist. Po pra. Është në ekstreme, nuk ka një Ai mendon se ka të drejtën, ai e shpreh këtë në mendimet e veta që domethënë ai do Mbi të tjerët dhe për këtë arsye ajo justifikohet. po ta vras këtë I bën nder shoqërisë. I shpëtoi se kanë të tjerë që i kanë borxhe kësaj, mendon se studentët që do i kthejnë borxhin kësaj, sa do gëzohen ata për të marrë vesh i plaka ka vdekur. Edhe domethënë gjen këto mënyra për të justifikuar ato gjëra Rastësia të gjona ata që flasin, ja kjo është një shenjë që duhet ta bëjmë. Shkëm, stanojmë fakti që këtu dallon qartë që personazhi ka probleme të thjesht psikologjike. Po. Po edhe lindjesh. Ishte pak mura Schopenhauerit, merrni si ide. Pra është filozofia Schopenhauerit, që vi të gjithë, sepse edhe vetë këtu personazhi është, apo e thash, është makiavelist, që do të thotë qëllimi justifikon mjetin. Pra, ai vrau, po nuk vrau pasuroj, apo ti merr asaj pasurinë. Ai vrau për të kaluar vetveten, për të provuar vetveten. Pra, a mund ta përballonte ai këtë? A mund ta arrinte ai këtë? Pra, është edhe një sfidë me veten. Që sigurisht, në sotën tim që bëhet fjalë që nga froj për traumat e fëmijërisë, ishte një djalë, si më thënë që i mungonte shtylla e familjes, pra shembulli i prindit mashkull, ishin shumë arsye dhe sado që ai prete, ai prapë ishte kalonte tek gjeniu, kalonte pak tek super njeriu, po themi. Ishte brenda vetes. Në kontekstin e kohës kur është shkruar, këto ide kishin filluar të qarkullon. Po, ca ide që, eksakt. Ca janë mbi të tjerët edhe Festi do që ta adresoj këtë gjë. Prandaj fut personazhet mund të kenë ide që ky vetë ke pas, mund të pasur te ky grupi po themi radikal. Nuk e ka hishur naivi. Për shembull, duke lexuar këtë, mua më erdhi tek Lejt të Bardha
Dhe të bardha ai djaloshi që shikonte jetën si një idealist i dashuar. Edhe ky ka momente që është totalisht idealist, domethënë ai idealizmi shkon në disa çështje të tjera, pastaj edhe brenda vetes është idealist. Për shembull, sa ai nuk e pranoi fejesën e motrës, sepse nuk pranonte që dashuria të mbehej me pasuri. Pra ishte ai djaloshi naiv, po për mua këtu domethënë Ose ishte aq i keq me pushim sa të mund të hynte në lëkurën aty mashkulli tjetër që i donte motën. Jo, ke të drejtë. Po si mendoj do dukej Raskolnikovi nëse do ishte sa vjeç ishte? 24? 23 Nëse do ishte sot për shkak. Si do dukej? Nëse ishte 22 vjeçar i ditëve tona. Si portret si kështu. do dukej si ishin babai i tyre. Pse? Jo, ta sillim atë Raskolnikov nga Rusia. Po them, nëse do ishte një 22 vjeçar i ditëve tona, si do vishej? Si do student i thjesht, mendoj, i shpërpiqet me ato të vetat të me qira, diku me qira? me qira, dhe studenti ndoshta duke kërkuar gjithnjë një punë, duke ndruar punë. Po ta mendosh kështu, se që studentët që vinë nga rrethet, apo nga fshatrat, apo nga rrethet të vogla, që kanë një kontrast shumë të madh me Tiranën, po vinë për herë të parë në Tiranë, dhe një protestë të fortë që i rrezon dhe shumica prej tyre i ka rrëzuar. Domethënë një pjesë të mirë po theme, pavarësisht nëse e kanë marrë vetëm brava çfarë sidhe kanë gjetur edhe që i thënë të tjerë. Por fillimisht përplasja është shumë e madhe. Edhe ai kishte një përplasje të tillë, pra vinte nga një fshat i vogël, kishte vetëm nënën me motrën varfëria të skashme, dhe erdhi në një qytet të madh që nuk po ja dilte dot edhe mori shumë plasë që por pulla qytetit të Unë madh. një gjë që s'kam kuptuar është për shembull se çfarë është këtu nga për të mendonte që ishte kaq genial. Problemi psikologjik. Se ai ishte normal, ishte një student, ai nuk ishte student me një shkollës. Nuk ishte ndonjë që kalonte profesorët. Si moment ai nuk e shfaq që ai kishte ndonjë ekselencë. Me një dhuntit jashtëzakonshme. Përveç bindjes së tij se ai ishte i veçantë. Po, ishte një pjesë do të pak nuk e din që ai studionte shumë, edhe të gjithë ja shikonin këtë gjë, e rezulton, por nuk e donin atë. Ishte i vetmuar, dhe i izoluar në një farë mënyrë. Dhe kjo besoj e shtyta ato që nuk ishte këtë ide për vetë. Se kemi takuar, mendoni, unë kam takuar, po ju njerëz, Të tillë, po. për shembull që ka një ide për veten që nuk përputhet Me realitet. detajlisht me Po, ai është dhe i ri, dhe ai ndoshta thjesht shef potencialin të vetes, ai në atë moshë nuk do kishte bërë ndonjë çudi të madhe, domethënë dhe nga përvoja që kishte, po ndoshta me bashkëmoshatarët e vet, mund të duk vetëm më i zgjuar, më i zoti, më i aftë, dhe ka parë këtë potencial që nuk zhvillohet dot për shkak të kushteve ekonomike ose rrethanave. Mund të nisë dhe nga kjo mendoj. Është edhe një lidhje dëmës. Po lidh me një me një person të cilin e njoh konkretisht, dhe kam pasur edhe kam pjesë të jetës. Dhe në çudit dëmë për fat, edhe ai është një djalë që babai ka vdekur në moshë të hershme, shëritur vetëm me nënën e tij. Është një vetë nuk ka mund të ndryshë nga personazhi. Dhe faktë sepse e di botën të gjithën të vetën, dhe është rritur sikur ai është më i mirë i botës, dhe sado që është i vetëdijshëm që ai nuk është vërtet më i mirë i botës, por pa dashur apo subkonsciencën e tij i del në pakje. Dhe është miktimi i vazhdueshëm i nënës edhe e të ngriturit të fëmijës, sidomos të mashkullit, se flasim për vitet 2000 dhe shkenca në Rusi, vazhdon edhe sot, por ka mështrisht më fort. Ajo që djali është gjithçka dhe mbi të shihet dhe imi është më i miri. Dhe e shfaq dukshëm. vazhdon kjo punë në natë. Po, cila është skena që të kam bet? Ka një skenë që të kam bet në mendje? Se jo të gjithë skenat bëhen mendje se, po ka një për shkakun që Monologu i babait të tjerë. jo? Mua fundi më pëlqen shumë, se jemi një fund shumë pozitiv, shumë optimist të vështrimit. Në ai momentin në fund fare që ai zgjedh që ta doj sonë, ajo më ka pëlqyer shumë. Okej. Shikar, Jo, patjetër, nuk dua të shkoj akoma në fund, se kemi edhe pak kohë, po ka ndonjë skenë për shembull që ju ka mbetë në mendje? Mua ju sken, po është një seri skenash, thosh ajo loja mase e miu që bënte ai me detektivin.
Ajo më të ishte shumë zakonisht ajo loja psikologjike që i bënte vazhdimisht detektivi atij dhe mënyra se si ai thoshte unë e di që ti e ke bërë, thjesht nuk kam provat e dhura që ta vërtetoj këtë gjë. Dhe thua është një presion i vazhdueshëm psikologjik që edhe unë e ndjeja në ato momente bashkë me Raskolnikovën dhe nga momenti në moment prisja që ai të zbulonte vetën. Dhe ajo momenti kur ai zbuloi Sonjës dhe thua u çlirua nga e gjitha e barrë, ai ishte një Në momentin që është që ti shumë bukur, domethënë pendimi doli mbi gjithë detektivin dhe detektivet e mëdhenj. Nuk ka Ka përcjellë dhe frika dhe veta. Ka përcjellë gjithçka, domethënë pendimi dhe rikthimi në besim, pra sepse ishte rikthimi në besim që luftoi Sonja e ndihmoi gjithë ato. Që ai që shkoi në pendim. Domethënë ai në atë moment nuk e njeri. Pra, nga ajo të shenit mbi njeri apo me problema, apo asgjë, apo hiç, apo një lufte, në momentin që unë ndjen njeri, ai besoi, u pendua dhe kaloi domethënë mbi çdo lloj hetimi, ishin të gjitha të dështuara përballë pendimit dhe njerit. Empatina ajo tregon në fakt në disa pjesë mendoj, edhe është një moment kur një vajzë e dehur, 16 vjeçare, është një histori. Ai përpiqet ta ruaj dhe ta shojë. Po, edhe aty ndodh edhe një farë, ndodh një farë përplasje e tij me realitetin, ku sheh që edhe polici korruptohet, i mori ato lekët, shkoi, domethënë mund të merrte edhe paratë atij tjetrit që po e ndiqte dhe aty ishte një përplasje ndaj realitetit, pra ju ky një ideal në atë moment. Edhe kjo ndodh, mendoj, me shumë të rinj që pastaj shkojnë në drejtimet gabuara, sepse gjatë rrugës kuptojnë që shoqëria nuk është ajo që mund të kenë menduar shumë herët. Përballen me pisnikun, domethënë. Edhe bën pis edhe vet. Nisë toshe? Jo, është për këtë pjesën e pendimit, dihet të shumë të përkurim pak, kim shumë në natyra ortodokse Dostojevski, që ka llogaritur shumë e veprave të tij. Unë nuk e di se si do të ishte. Ndoshta do ishte një intervistë mirë me një vrasës, për shembull, që ta pyesësh. Që ndoshta s'është fare besimtar. Se çfarë ndjen një njeri që ka vrarë dikë. Se ky Dan Hutra për shembull që vrau 3 gra dhe u dënua sot me Do ta them emrin e personazhit. Nuk është vrasës dhe është i dënuar me punkim të mreç. Në burg merr vetëm në palestër, dhe asgjë tjetër. Vinte nga familja vinte i përkiste fizikin katolike, por vetë nuk i kishte praktikuar asnjëherë, pra kishte parë në distancë po them. Dhe në burg ju rikthye të gjithës saj dhe ai e përshkruante, nuk e di nëse ishte, me thënë, e vërteta e tij, por ai e shprehte në fjalët e tij që gjithçka kishte bërë derisa kishte arritur tek vrasja, se flasim për vrasje jo nga rastësia, ishte vrasje nga paramundim, ishte krim i menduar, i organizuar dhe gjithë ato. Thoshte që edhe në mendjen e tij, pra gjithë kohën mendja e tij luftonte që ta fshinte dhe ta errësonte. Domethënë, nuk donte, pra refuzonte ta pranonte dhe thoshte që e kam bërë në një gjendje siç mund të jetë një njeri i pirë, ashtu është gjithë ai fragmenti i jetës time. Pavarësisht se kujtoj sekuenca, emocionalisht e kam gjithçka të fshirë dhe logjikisht nuk e kuptoj pse kam arritur të bëj atë jetë. Fajsonte rrethana, pra thoshte që ishte për shkak të rrethanave, ishte për shkak se më mor jeta dhe shumë gjëra të tjera si ishte i detyruar, pra justifikonte çdo gjë me gjëra të jashtme, por tek vetja e tij vinte një gjë e agut dhe e mburme që donte ta refuzonte. Dhe ju kthye besimit shumë të fortë brenda, është edhe sot tek ditë është dënuar pleqë. Dhe vazhdon dhe mbijeton vetëm me çështjen e besimit edhe me palestër dhe informacion. Ka kështu si një lloj ushqimi, nuk e di se si mund t'ia dalë një njeri në ato kushte, por i është kthyer dhe për shembull te Konti Monte Cristos që ishte afati ai që pra prifti po themi që ju gjen që kohën. Edhe të libra gjendë të që pra të gjithë fund kthehen si në një moment e errët të jetës. Zakonisht në burg, ndodh. Konkretisht atakoj një personazh. Po. Mendoj që për te asaj që çfarë beson një person, i në besimin, mendoj që prapë për më Zotin, që na ka futur brenda mes një gjegje, që
është ajo gjëja që neve na bret, edhe pse nuk e kuptojmë nganjëherë çfarë është kjo që më ndon, që na bren kur bëjmë një gjë që ne e dimë që s'është e mirë. Po, nga dim që s'është mirë. Po kjo, pikërisht kjo, ajo gjëja që neve nuk e dimë është ndërgjegja. Që e kemi brenda nesh, se ti nga ne, pastaj çështja ngrihet te kjo pjesë, pastaj se si e ke zgjedh besimin tonë, kjo është një temë shumë e madhe mendoj, por çështja është se nuk e di tani se kam pas parë dikur raste të dënuarve në Amerikë që kishin bërë krime jashtëzakonisht mëdha dhe pastaj kishin kaluar komplet në ekstrem tjetër. Domethënë në burg kam pasur atë reflektimin e tyre, por në jetën e lirë po flas, që si e në kushtet e një burgu, mendoj që ndërgjegja e njerëzve varion. Ka dhe një pirje ndërgjegje. Mund të ketë, po unë kam domethënë ky prandaj përmenda këtë kutrën e dënuar sot me burgim përjeshëm, se ky doli foli tha mos s'po vje keq fare, domethënë për çka kam bërë, po është një lloj monstruoziteti i veçantë në këtë rast. Shumica e njerëzve natyrisht ndjejnë pendes, do të mendoja në atë rast. Po se nuk do t'i ndajmë personazhit. Mendoj që ky është një mësim, domethënë që ai nuk është. Prandaj ne fillimisht të pyesim si ndjeni ju rreth këtij personazhi. Domethënë Raskolnikov është dikush që ju e pëlqeni në fund kur mbyllni librin, e urreni, e përshmoni, e kuptoni. Më shumë se sa më shumë. Dhe nuk ka një besi specifike, është shumë kompleks. Ka dhe një identifikim me kja? Sepse mendoj që ndonjëherë konteksti është shumë i rëndësishëm. Nuk duhet të flas shumë për çfarë bëri dhe çfarë duhet shikojmë për drejt kësaj, por shpeshherë gjendja jonë është shumë e lidhur me rrethanat. Dhe ashtu edhe si përmendni pak më parë, unë vita një fshat vogël, edhe ky realiteti të nga marrë të rënë të parë në Tiranë për mua ka qenë shumë e vështirë, por dhe nga familja nga e cila vi nuk ka qenë kushtet më të mira, dhe e kujtoj veten tonë atë periudhë që kur kemi kaluar shumë vështirësi, shpeshherë ti kishe një përballje të fortë midis të bëje një gjë që nuk ishte e mirë dhe të shpëtoje veten nga ajo situata që ishte momentalisht. Dhe mund të them që shpeshherë kjo është era e dyqelit të Raskolnikovit dhe mendoj që herën e parë kur e kam lexuar në gjimnaz, ka qenë fiks sepse unë isha duke përjetuar atë situatë shkak të lartësurisë, të gjithë rrethanave që po kaloja në atë periudhë, dhe mendoj që konteksti është shumë i rëndësishëm për të kuptuar pse i bën gjërat. Dhe mendoj që ndërgjegja është shumë e rëndësishme, por në momentin kur gjërat ndodhin dhe ndërgjegja jote dhe morali dhe gjithë këto, duhet të tregosh çikuzim pastaj në vlerat e tua, në rritjen tënde, është pak më e thellë se kaq, dhe më duket sikur vazhdimisht kur paralelizoja Raskolnikovin, po nuk është se situata ime ishte dramatike. Por paralelizoja situatën time me gjendjen e Raskolnikovit, është hera e dytë që lexoj dhe unë vazhdoj të ndjej prapë dhe kshurin. Është një lloj identifikimi me, që mendoj që i ndodh shumicës së lexuesve. Edhe pa vrarë, domethënë një gjë, se mua më duket edhe është ajo rrethanave që unë besoj totalisht. Njeriu është produkt i rrethanave dhe eksperimentet e tregojnë vazhdimisht që sado stërvitesh, kujdesesh, bësh rrethana e caktuar të bën të ndryshon. Të nxjerrin gjëra që të dihesh që i ke. Po jam më pak sjellshëm kur s'kam kohë. Mund ta vini re për shembull te vetja. Fjala vjen do të përfituroni sikur avioni po niset, e kupton, dhe je kështu. Edhe është dikush aty që do ta marrë shtruar të pyesë për një gjë tjetër, atë gjë. Edhe ti nuk do ta bëj atë veprimin tonë. Shumë, e kupton? Sepse s'ke kohë, edhe shikon se si një rrethanë i jashtme si koha ndryshon personalitetin tënd, të ndikon domethënë.
Dhe kur ti ke shumë kohë për të bërë, domethënë ai avioni është më 6 orë, fillon më në shopping, më gjëra që s'do të blesh kur, domethënë që futesh në ato dyqane, si do është një rrethana e çastit, por nëse vazhdimisht ti përballesh me një situatë caktuar jo pozitive, pra je në varfëri, në kushte të këqija etj, ajo lë gjurmë edhe rrënja akoma më të forta. Po do them që ndonjëherë do diçka, një natë, nëntori, një të martë çfarë do, që ti se pret fare, domethënë si e përgatitur fare për atë gjën, je larg duke parë një film dikush tret. E shiko, hajde dalim bëjmë një xhiro, del një xhiro, çka të kesh mendon. Po më thënë, një shër, një gjë, ti kape re, bum, ngelin dora e tjetër, diçka fut. Mund ta kisha parë filmin deri në fund. Ishte dhe i bukur. Po merr ky që fishkolleu, që më thirrri, që më bëri që më ashtu, dhe kjo ka ndodhur miliona herë, kam përshtypjen. Shiko, frasja e din, ishte e tillë. Jo, ky e paramendoi. Ana e tjera që shkon aty, kishin Shkoti të adoleshentë tanë, ai 14 vjeçari tjetër i asaj ashtu. Ai vrasës për gjithmonë. Jam i sigurt që nuk ka menduar ai deri në fund se çfarë po bën. Që vdekja është ajo që është, domethënë edhe humbja është ajo që ti bën një gjë, edhe nga pakujdesia, nga ai momenti, nga ajo gjëja pastaj dhe vuajtja e tij është shpirtërore. Patjetër ndërgjegja e thonë fai, domethënë gjithë kalvari i tij, gjithë kjo pjesa e fajit është ai vuan shpirtërisht, domethënë është vuan dhe duket edhe fizikisht. Është pak kafiane. Just in a year. Po, kam përshtypjen që ai u smur, realisht u smur, deri në atë pikë se kjo është diçka që na ka ndodhur që nga është i smur, më para, pra në momentin që ai nisi ta mendonte, po. filloi të ndjehej i smur. Mendoj që smundja fizike ishte thjesht manifestimi Ishte pasyra e së kështu domethënë që po ndryshojnë ndjenjat tuaja për Raskolnikovin me kalimin e romanit? Edhe ndoshta. Domethënë në fillim më dukej shumë e vetbesim te vetja dhe nuk e justifikoj ose deri diku e kuptoja se shumë arrogant, po. Dhe më thënë këtë dëshirën e tij që të impononte vullnetin e tij ndaj botës dhe ta justifikonte me faktin se ai ishte më i mirë se të tjerët nuk ishin koshient për këtë supermacinë e tij, e shija shumë arrogant. Pastaj me kalimin e kohës, në momentin që ai ishte shumë vulnerabël ose i brisht ose që jepte lek ose që ndihmonte edhe familjen e Sonjës mbas i ndodhi tragjedia me Tahatin, apo që kishte këtë çast të reflektimit, aty ti kuptojnë që Raskolnikovi ishte shumë kompleks se sa një thjesht një person arrogant që krijon një krim dhe aty mbaron gjithë puthta e tij. Pra patjetër që ndryshojmë edhe ne, njësoj siç dhe Raskolnikovi ndryshon, se kjo është e bukur që thash në fillim Dostojevski që ne realisht e ndjejmë çdo emocion të Raskolnikovit, por edhe të çdo personazhi tjetër. Kështu që pa. Po da, astaj personazhit të astaj gruas më shuar, do të thënë të plakës, ai sjell në një formë që ti nuk është se ke në dëmshuri shumë të madhe, domethënë e bën shumë edhe Nëse shikon me sytë e Raskolnikovit, prandaj ajo është shumë shite si një parazit i shoqërisë, po. Me sytë e nipit të saj që Po, ose të motrës. po, do të thonë. Ai Pret vari nga ajo gjithsesi. motra e buri vulën se po shikosh domethënë okay, ai e vrau këtë. Ndoshta se vuan taj shumë. Dostojevski kujdeset që ta bëj atë të kuajta. Një të ligën, po brave një të mirë, domethënë, kështu që mos ketë ai një rrugdalje. Po, që ose voka një kish. Po, pastaj kur është më ka ngelur në vend, në fakt, është momenti kur shoku i tij shoku i tij analizonte frasje dhe ky dëgjonte analizat të veçantëve dhe ky ishte domethënë shaqësia e tij për të dëgjuar këtë gjë dhe mos reagimi i tij dhe heshtja e tij ishte më nuk e di dhe ai që analizon dhe thoshte është frasës për herë të parë. Është fillestare me këtë punë. Dhe ky dëgjon, domethënë ajo skena se gati domethënë për shkrimje është fantastike dhe ky pjesë kur e ke parasysh sikur po i shet në divan. Domethënë ajo është skenë shumë që të tani. Jo, reagon, nëse zgaboj dhe ata fillojnë të kushojnë në momentin. Po, faleminderit, nuk ka një reagim. Reagimi është në vonë. Nëse ai policia ditë gjithkohës në fakt, duan të mos të ndjen me këtë po.
Po për gratë e këtij romani. Sonja ishte guida spirituale. Busulla morale. Në ishte pejtore me dashuria, ishte shkuar e pra bindjen. Sakrifica, për sakrifica e nënës dhe motrës për të, ishte në keqja e tij. Në një herë nga dashuria e madhe, edhe gabon. Edhe nuk ja sheh metat, edhe nuk ja sheh problemet, edhe nuk i pranon dot tek njeriu i tij afër, tek shumë problem, sidomos te fllaja apo te fëmia. Në ti nuk e sheh dot me sytë e gabimit apo të keqes, sa do të mundohesh. Dhe jo vetëm aq, po edhe ja justifikon dhe përpiqesh edhe ta shpëtosh. Po, ty e dëmton vërtet pastaj. Unë them që dashuria dhe sakrifica e madhe e tyre ishte ajo që ishte shembi i fundit që e hodhi në huner. Ishte edhe nisja dhe e fundit. Dhe mungesa e babait. Edhe pse ai refuzoi atë sakrificë, nuk është se Flasim çfarë bëri të shkonte, pra ta vënte apo ta niste këtë rrugën. Po, unë mendoj që ishte barra që vjet ai nga shoqëria, domethënë është ky presioni që ne i vendosim sidomos meshkujve që të jenë ata providers, garantues të gjithave. Dhe ai e shikonte këtë në letrën e parë që mori nga nëna, e shikonte që ai nuk mund të ishte i tillë. Pra, aspiratat dhe dëshirat që nëna kishte për të, bashkë me dashurinë, sakrificën dhe gjithçka që kishin bërë, ishte që ai të mund t'i garantonte një, domethënë vërtet ne po sakrifikojmë për ty dhe po të çojmë në një shkollë, po ti duhet që në një farë mënyrë dhe ai vetë ndjente atë peshën për t'ia kthyer mbas. Dhe fakti që nuk mund t'ia kthente mbas ishte ajo shtysa që në thonjza e bënte atë ta kuptonte dhe ta justifikonte pak veprimin që do bënte. Ja vjen. Në një këndvështrim është histori shumë moderne. Në kuptimin se ka të bëjë me gjendjen njerëzore, ti mund ta marrësh Aktuale që nesër një skenarist ta bësh film në vitet 2020, domethënë, pa ndryshuar shumë çka. Rajon policie, një vrasje në një pallat, ne u pamshim edhe është sepse gjendja njerëzore është e njëjta pak a shumë. Po mua ky personazh i Sonjës më duket sikur është më i dobishëm, sa është busulla, besimi, edhe këtu, është qëndron ajo që po thoshi pak më herët që Dostoevski ka bërë pak autoportret, domethënë këtu ka përdorur autoreferenca në atë gjë dhe ato që po kalonte ai në jetën e vet frymore, ai i hedh atje për ta kthyer këtë personazh në besim. Po mendoj që pas Sonjën, ky s'ka asnjë shans, po nuk di domethënë pse Sonja është ashtu siç është. qëllimisht vazhdon. Ata ngjajnë shumë të dyja, pra historia e tyre, fillesat e tyre janë shumë të ngjashme. Dhe kam përshtypjen që kjo ishte ai mandati që i ndërhoshi me njëri tjetrin dhe i bëri ta kuptojnë njëri tjetrin. Por ndryshe nga Raskolnikovi, Sonja është pemën. Që të thotë, butësin e ka butësi dhe nuk e kthen dot nga ashpërsi, pra është shumë më e vështirë se sa një mashkull që ta kthejë një femër në ashpërsi ndaj botës. Nuk bëhet do femra aq urrëtëse ndaj botës edhe ndaj realitetit, edhe aq hakmarrëse. Mashkulli për shkak të natyrës së tij është më ndryshe. Dhe përgjithsisht femra e kthen në të mirë, e kthen në të butë. Dhe prandaj ajo e futi në ato hullitet e të mirës, po theme të butës. Pra ndryshe, është më tepër mos harrojmë që është dhe ngritja femërore. Pra janë shumë gjëra. Se harrojmë të harrojmë. Pra është ndryshe. Tjetra, kështë fëmijë ishte djalë vetëm një motër, e cila edhe një nënsh vetëm e doli. Kurse Sonja duhet ishte ndryshe, Sonja doli për të ushqyer vëllezërit dhe motrat. Që u di që ai Mavria domethënë ishte në shtëpi. Moja skena e dancë, mos për shumë, me fakt një funeralit, që bëhet do të varrosë ajo dhe s'ka edhe dojë që të bëjnë një ato më edhe pak komike domethënë për ta thyer. Po kjo ka qenë një skena padyshim skena e krimit është ajo që mbulitet shumë. A ju pëlqeu? Kam shpërisa herë nga të zëshë. Unë, domethënë,
mua më ka shijuar edhe herën e parë edhe herën e dytë. Po, unë atë jam bërë i lëtuar tani dhe shumë e mirë. Shikoj disa detaje që do të herën e parë për shembull një autorë. Gjithmonë. Unë kam lexuar edhe versionin tjetër, ka dhe një version tjetër në shqip. Përveç këtij të Wegenit është edhe një i Fanolit. Se ky libër nuk ka, ai është Fanolit? Po. Ma mendoj që ishte anglisht, po që nga edhe ai që nga botimi tjetër nga ai që mendoja. Ai është në e shkollës së fundit. Ai është dhe më herë. Ky është më i hershëm. Ka një 7 vjet. Jo. A qenë thonë kam bërë pa shumë ditë. Vitesh, kështu ha të kape. Ishte kanë riprintuar. Po, ndoshta Ka qenë është versioni i fundit është më i është më i kuq. më i kuq. 2009 shkruan kjo, kështu që. Si kam vetë në një gjë, në një diçka që doni të shtojmë? Në kisha mbajtur sa shënime që s'po i gjetur tash, po. Nga që ishte periudhë zgjedhjesh, mendova që kishte shumë skena që provokonin dhe mendonin politikanët tanë. Për shembull, momenti që erdhi Dëndri, Luzhini dhe biseda që u hap, më pëlqeu ajo bisedë. Nuk e di pse për momentin aty pash Mirush Kabashi fliste. Ke filmi koncert mirë në 1956. Okay. Domethënë Luzhini më bëu si ku fliste Mirush Kabashi në atë film. Faktikisht dhe kam flasim për mendim konstruktiv. Nuk di mund të ta lexoj. Patjetër, po. Se mendoj që është shumë. Cila është faqja? Not e faqe. Ja. Me librin tim është faqja 141. Se nuk e di gjitha librat janë. Sigurisht, e një histori. Po. Mendime konstruktive nuk kanë. Ju karfos rezultimin. Nuk është kollaj t'i shpalosësh. Nuk jenë ashtu llokun nga qiellli. Kemi një 200 vjet që jemi të shmësuar të jemi konstruktiv. Ide edhe ka. Ju drejtua Piotr Petrovich. Edhe dëshira për punë të mira nuk mungon. Ndonse shfaqet përmes një naiviteti të dukshëm, ka edhe qëndrime të ndershme, edhe pse dallaverëgjin janë në shumicë. Kurse i qëndrim konstruktiv mungon, i ka ditë për breshkës. Kjo dhe më të përkon shumë me realitetin e sotshëm të Shqipërisë, që në politikën tonë mungon mendimi konstruktiv. E kërmillit fare, breshkës do ecë në Kështu prandaj është shumë aktual. Po. Dhe këtu vazhdon pastaj. Po nuk vjen llokun nga qielli, siç thotë ai. Tamam. Që më më pëlqeu kjo pjesë, kishte edhe pjesë të tjera. Për shkakun kur flet për që dje ka menduar për të afërmin, siç është në libër që të mendosh thoshte jo do të duash për domethënë këtu mendoj që është ajo e besimit versus shkencës, që do të thënë shkenca ka mësuar që do duash për veten se po rregullova veten tënde automatikisht. Të vërtetë aty, po them që nuk ka, por mendoj që ishin të themi observime që të gjithë neve i mendojmë, ose i hasim dhe që të lëtë për të menduar. Më pëlqyen këto. Që herët kur kam filluar të lexoj, një nga gjërat që më pëlqente shumë kur lexoj ishte që lexoja autorin të kishte thurur me fjalë një mendim që unë e kisha pasur po të paformuar. Domethënë të pa artikuluar, që ndoshta më shumë të ndjerë nëpër kohë kështu, si që ndërkohë ai tjetri ka formulon. Duket sikur të shtiroj një Po, si një gjë që kam vetëm gjuhës se të vjen emri ka. Këtë kam dashur të ai s'është as mendim në vetvete domethënë kështu si. Zvajku ndodh shpesh kjo për mua. Vërtet, Eksperienca ime zvajku ma ka bërë të Dostojevski. Edhe Zvajku, s'është vërtet. Shumë mirë, atë njerëzore. Ky është më i madh.
Bota e Djeshme, do ta sugjeroja, nuk e di sa prej jush e kanë lexuar Bota e Djeshme, Stefan Zweig. Unë kam marrë ta lexoj, po që s'ta kam ashtu. Atëherë, mirë, kjo mund të jetë një rast shumë i mirë. Është një nga librat e mi të preferuar të gjitha kohërave. Është autobiografia e Stefan Zweig. Vetëm se në qoftë se do ta sugjeroj për herë është një çik i vështirë për të gjetur tani në. S'është i lehtë të gjesh. Duhet të kontrolloj. Duhet se po qarkullon tani prap, se ishte bërë Një farë kohë ishte shumë Më lini të sigurohem. Unë kam një kopje, por unë e kam blerë para 20 vjetësh edhe